Ky skelet gjiganti ekspozuar këto ditë në muzeun e Bangkokut në Tajland, besohet se është më i madhi i gjetur ndonjëherë në Azinë Juglindore. Nisur nga madhësia e eshtrave, shkencëtarët besojnë se i përket një dinozauri me përmasa të jashtëzakonshme, plot 27 metra të gjatë, me një peshë prej 27 ton e barabartë me 9 elefant të rritur. Ka jetuar 120 milion vite më parë. Peshon të paktën 10 ton më shumë se dinozauri i famshëm Diplodocus, por mbetet më i vogël se titanët e Amerikës së Jugut, si Patago titani që arrinte në 60 ton. Kjo specie e re u zbulua në provincën verilandore të Çajafumit, ku banorët vendas diktuan fosilet në buzë të një rezervuari uji. Studimi mbi këtë zbulim të jashtëzakonshëm u publikua në revistën prestigjioze shkencore Scientific Reports të grupit Nature, duke hedhur dritë mbi epokën e artë të gjigantëve që jetuan 113 milion vite më parë.